Mendimi im personal është që masat e sigurimit nuk kanë lidhje, domethënë, me hetimin. Hetimi do vazhdojë. Është çmuar kjo masë sigurimi për shkak të funksionit të zonjës Ballugut, dëmton provat. Zonja Ballugu nuk është të detyrë, kështu që në këto kushte mendoj që nuk ka vend për diskutim. Pra, është zëvendësuar në këtë vend që ka, është caktuar dhe në thelb pezullim ka rënë. Pra nuk ka më pezullim. U çmua në fillim lidhje me provat, pra u more pa nderur fillimisht, por pas u caktua masa sigurimit pezullim nga detyra. Kjo masë ka qenë bazuar në kodin e procedurës penale dhe kushtetu. Fakti që ursu kërkesa e kriminalizmit gjykatë kushtetuese çështja që u zgjidh për shkak ligjit tregon që spagu ka qenë rregull. Nuk është faji spagut që ja bërë këto ligje të dobta, duke përfshirë edhe nerin 242 të kodit procedurës penale, por është faji politikës, i cili sidomos i atyre personave që janë marrë me reformën drejtësi, të cilët kanë bërë ligje shumë të dobta, jo vetëm këtë, por ka dhe shumë ligje të tjera që janë bërë të dobta dhe kanë sjellë pasyente shumë të rënda popullit shqiptar. Duhet kemi parasysh edhe vonesat sot në gjyqje në sistemin gjyqësor, largimin e profesionistëve në mënyrë të padrejtë, është faji ligjeve të gabuara. Tani këto ligje të gabuara duke